محمد رسول الله. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, vetëm Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dashurin ton Muhammedin alayhis salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, vërtet jemi të nderuar, jemi të privilegjuar që na zgjodhi neve Allahu i madhruar të jemi në mesin e të gjallëve dhe gjallërisë ton i jep domethënie, i jep kuptim shumë edhe muaj në të cilin jemi tash. Rrugtimi ynë është për në xhenet. Dhe nuk besoj që të ketë ndonjë besimtar musliman që është i mençur, që është i vëmendshëm, që është largpams, që synon diçka tjetër në botën tjetër përveç se xhenetit. Dhe fitoria e madhe e besimtarëve musliman është ajo fitore kur dalim para Allahut Teala dhe e shohim para vetes xhehenemin, e shohim para vetes edhe xhenetin, po për me shku në xhenet duhet me u largue, duhet me shpëtue prej zjarrit të xhehenemit, se duhet me kalu aty për mbi zjarrit të xhehenemit, runa Zot prej tij. Dhe arrin atje në fund një turme madhe e besimtarëve musliman, Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Dhe kush arrin atje në fund, edhe hyn xhenet, ai ka fitue. Për ata Allahu Teala thot: "Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Ai që shpëton prej zjarrit, ai që i shmanget zjarrit të xhehenemit, edhe futet në xhenet, ky ka arritur fitoren kryesore. Andaj Ramazani, muaj në të cilin kemi hyrë djenëte, çka i ndihmon kësaj kauze të madhe që kemi si besimtar musliman. Ramazani me begatit, me mirësit e veta që i ka, bëhet shkak, bëhet sebeb që një pjesë e madhe e muslimanve gjatë Ramazanit të lirohen nga zjarri i xhehenemit dhe të jenë prej banorëve të xhenetit. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Për çka agjerojmë? Kjo është pyetje që shumë kush e bën. Dhe nuk është përgjigje të nderuar vëllezër, agjerojmë sepse kemi traditë familjare, agjerojmë se na babe, babgjysh, stërgjysh e kemi majt Ramazanin, agjerojmë se këtu në kryeqytet tash kejt pa agjerojnë, edhe ju vetë po e shifni se sa po shtohet numri i agjeruesve, sa po shtohet numri i namaz falsve, sa po shtohet numri i atyne që japin sadaka dhe zakat, sa po shtohet numri i atyre që po shkojnë numre që përpara as që e ka përmend dikush me shkue, sa po shtohet numri i haxhilerëve, sa që në kryeqytet ndoshta po do 2 apo 3 vite përpara me rezervu venin edhe me u regjistru për me shkue në haxh.
Kështu që duhet ta kem parasysh se në Ramazan janë ato ndryshimet e mëdha. Në Ramazan janë ato vendimet e mëdha. Dhe agjerojmë pikës pari për me qunë në vend urdhnin e Allahut të madhruar, i cili ka thonë: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kush e arrin këtë muaj, muajin Ramazan, Allahu po thot: "Falyasum", në mënyrën ordinore, le ta agjeron me një herë atë. Le ta agjeron Ramazanin. Pra po agjerojmë për me qunë vend urdhnin e Allahut te bareke ve taala. Po agjeroj për me ndryshu veten ton, për me u bë më të mirë se sa që kemi qenë para Ramazanit. Sepse një prej qëllimeve finale që e synojnë musliman gjatë këtij muaji të bekuar është me u bë më të devotshëm. Për ata Allahu Teala në Kur'anin fisnik thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju besimtar, u është bërë obligim agjerimi ashtu si që ka qenë obligim për ata që kanë qenë para jush, do të thotë për popujt, për ummetet tjera. Me çfarë arsye? Apo për çfarë arsye është bërë obligim agjerimi? La'allakum tattaqun, që të bëheni më të devotshëm. La'allakum tattaqun, që të bëheni më të mirë, do me thonë. La'allakum tattaqun, që t'ja keni më shumë frikën Allahu Teala. La'allakum tattaqun, që të keni shpresë ma shumë tek Allahu te bareke ve taala. La'allakum tattaqun, që të largoheni prej harameve. La'allakum tattaqun do të thotë që të kryeni urdhnat e Zotit në përpikri aq sa keni mundësi. Dhe Ramazani është i lidhur ngushtë me devotshmërinë, sepse e shohim çfarë ndryshimi i madh bëhet në mesin e besimtarëve në muajin Ramazan, nuk bëhet asnjëherë në ndonjë muaj tjetër. Pra, synojmë çka të përfitojmë nga muaji i bekuar, nga mirësitë e këtij muaji, që të bëhemi më të mirë. Apo bëhemi më të mirë, po sigurisht. Shikoni tash xhamiat, shikoni shtëpit, shikoni lagjet, gjithkund ka ndryshim, bile edhe në qytet tash ka disa ndryshime që lajmërojnë se jemi në një muaj të veçantë. Edhe njerëzit vetë thojnë, diçka ka ndryshuar, jashtë Ramazanit s'po më i dan xhami, ama në Ramazan 5 vaktet s'po ja huqë hiç po i falin xhami. E ju që i keni xhamit afër, edhe mundi me shkuar, nuk shkoni këtu në veten, çka jeni të bëj diçka që ju pengon. Është e pa justifikueshme me thirrë zoni e po shikoj çto një debat. Po që to na kanë ardhur debatet i na lodh. Ky tjetri çtu po e shikoj një lojë, sa të dush lojën ai ki, edhe kur kryhet loja prapë e kthen mrapa edhe e çet. Janë ardhur mjetet, mekanizmat bashkëkohor, ta kthen lojën pe 0 sikur me shiku prej fillimit. Ky tjetri po rrin telefon që të pikëshyri portalet, ata që marrin parë ti shkakëshyri edhe ja bën një pëlqim atë, një klikim, edhe të përfitojnë edhe më shumë. Ky tjetri po rrin me grua me fëmijë, pas na 19 muaj me grua me fëmijë në Ramazan e gjetë tash. Tash e kemi një farë aleancë, ata që janë të martuar do të me pas një aleancë me gratë e veta. E me i thonë 19 muaj në shërbim t'juvin. Shërbëtori ju i kom qenë, edhe do të me qenë prapë shërbëtor, se është nder me i shërby familjes. Mirë po në Ramazan po i shërbej vetes tem, shpirtit tem, zemrës tem, trupit tem. Edhe ata që janë inteligjent, pe i muslimane i shef, në 5 kohët e namazit në për xhamia. Ramazani po i bën besimtarët me ndryshue, sepse e ke pa në Ramazan, le që i falin namazet e ditës, po falin namazin e natës taravin. I bën me ndryshue, jashtë Ramazanit kur nuk din me shti dorën në xhep, me ndihmue të afërmëve nevojtar, fukara, me ndihmue fëqinjve, me ndihmue xhamis, me kontribue për projekte të mira, të dobishme. 19 muaj si shkon menja kur amon Ramazan, mundohet çdo ditë diçka, dikush me ndihmu fukarave, dikush me ndihmu jetimave, dikush me ndihmu atyne që kanë borxhe, dikush me ndihmu atyne që kanë halle brenga e kështu me radhë. Po ashtu viteve të fundit është një dukuri shumë pozitive në popullin tonë që përpara ka qenë thujse e panjohur dhënia e zakatit. E arsyetoj përpara se kemi qenë në krizë ekonomike, kemi qenë të varfër pjesa dërmuese e popullatës. Ama vllazën ta shikojni, jetojmë në jetë shumë të mirë, elhamdulillah, falenderojmë Zotin, po kam frikë që po jetojmë në luks të tepruar e pe harrojmë Zotin.
Pe harrojmë Zotin, andaj përkatituni gjatë këtij muaj, mos thëm shumica, po nështë gjysma e xhamatit e kanë obligim me dhon zakatin, jo për filanin e për fistekun, po me dhon zakatin për hatër të Allahut te bareke ve teala, me dhon zakatin jepse ti je shumë human edhe solidar. Se humaniteti yt dhe solidariteti besimtarit manifestohet duke dhon sadaka. Ndërsa duke dhon zakat kryhet borxhi, nuk ka këtu humanitet, solidaritet. Sikur punëtori që shkon punon 8 orë, s'morët me i thonë shefit, unë jam human, e unë jam bashkëpunues, e po rrit 8 orë në punë, po ti 8 orë e ki orarin e punës. Amo nëse ti rrin 10 orë, e ato 10 orë, kur ti bëjsh, i thuhet 8 paguam, këto 2 i bëj për kompaninë. Këtu i jeti punëtor që ja do të mirën kompanisë, apo atina punëdhënësit tënë. Edhe ju që ka epni sadakan, këtu e tregoni humanitetin, solidaritetin. Wallahin, pak e shkuptime, veç to lukse që po i bojmë, me ndal pak, ata që e pinë dohanin, me ndal dohanin. Ata që e pinë atë vllavën e dohanit marihuanën, apo motrën e dohanit, edhe ata me nal ata. Ata që i kanë drekat e darkat, ka 15, e ka 20, e 30, edhe ata me ndal pak. Veç lukset që i kemi me ndal pak, nuk besoj që kishmet ndojnë një i varfër në krizë në vendin tonë. Tjetër agjerojmë të dëruar vëllezër, përveç se me u botë të devotshëm me ndryshu veten, agjerojmë për me qenë ma mirënjohës, ma falendërues ndaj Allahut te bareke ve teala. Dhe falënderimi është një cilësi e pejgamberve, falënderimi është cilësi e robëve të mirë, e njerëzve të mirë. Nuk kem kohë me trajtu, po veç shikoni begatit mira që ne ka dhënë Zoti. Hypni pak naltë dhe shikoni pak hartën poshtë. Të rrethuar me kryqën të 4 anë na këtu musliman. Të ka po Zoti muslim, elhamdulillah, s'ta ka pas bërç, po ta ka dhënë pa pagesë. Qysh do të më ja kthy Zotit? Po ja kthen duke falendëruar Allahun te bareke ve teala. Shumë kushtet, po na po falenderojmë shumë. Jo, na falenderojmë pak. Dhe çdo herë njerëzit pak janë falendërues. Por ata Allahu Teala thot: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur", dhe pak prej robëve të mi më falenderojnë, pak prej robëve të mi janë mirënjohës. E mos janë nesër me njëherë me thonë, e shoqër ma ka dhënë Zoti buken, e ma ka dhënë shtëpinë, e ma ka dhënë shëndetin. O, ta ka dhënë para këtyne krejtëve imanin edhe islamin që se kanë një pjesë e madhe e njerëzimit. Je duke jetun begatin e imanit edhe të islamit, falendero Allahun te bareke ve teala. Para mendoje me të pasbo Zoti, sikur ata tjerë, me adhuru gurin e drurin, e me adhuru zjarrin, e me adhuru lopen, e me adhuru ndonjë kafshë tjetër. Runa Zot, çfarë niveli jolt? Të ka veçuar prej të tjerëve, të ka pavarësu prej krijesave, të ka lidh direkt Allahu me krijuesin. Tjetra prej synimeve apo prej qëllimeve të agjerimit është me u udhëzue ma shumë, që shtot Allahu, leallahum irshudun, me shpresë që të udhëzohen. E rushdu, udhëzimi është ajo rruga të cilën e ka ndjek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me u bë prej këtyre rashidinëve të udhëzuarve është me udhëzua ashtu që ka qef Allahu. Jo sikur të na. Ka qef me udhëzu, po ato që i kum pas për para s'du me i lanë. O vlla, Islami nuk ka ti me marë që shduash ti. E ke pa këta që pinë dohanin, 100 hoxhallari pyesin, a është i lejuar a i ndaluar? 99 i thonë, i ndaluar, i 100 i thët i lejum, e thët e kum gjetja. Se ky se ka qëllimin me lanë hiq. A i tjetëri që ka qëllimin një haram tjetër me bo. I pyet 1, 2, 3, 4, 5, 10, deri sa del një i thët po. Deri sa del një edhe i thët po, edhe thët që tash për ndjek udhëzimin. Adresa është e qartë, për çdo gjë, kthenu te Kur'ani dhe te Suneti dhe tek njerëzit kompetent që e komentojnë Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej synimeve, qëllimeve të agjerimit është që me na falë Zoti, Allahu na falët, neve edhe juve, edhe në shpresoj shumë që kemi me dalë fitimtar, sepse kemi nisë marrë dhe mirë këtë muaj të bekuar, jemi në fillim,
shfrytëzojeni sikur kë me qenë Ramazani I fundit në jetën tonë. E kush e kryen mas miri këtë obligim, ai është prej të falërve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men sama Ramadane imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai cila agjeron Ramazanin me iman, me besim, ashtu që duhet, që ka qef Allahu, dhe shpreson dhe llogarit shpërblimet tek Zoti, Allahu ja fal gabrimet, ja fal gjunahet që I ka bë përpara. Edhe Allahu Teala thot: "Li yaghfira lakum min dhunubikum." Allahu ja fal disa prej gjunaheve, është fjala prej gjunaheve të vogla, ndërsa për gjunahet e mëdha duhet me u pendue sinqerisht, edhe seriozisht, edhe me ndije keqardhje dhe me kërku falë Allahut, pastaj edhe ato I falë Allahu te bareke ve taala. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, edhe me shfrytzu këtë muaj të bekuar maksimalisht Allahu na mundsoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa afdalus salati wa atammu taslim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pastaj të nderuar vëllezër, këtë muaj të bekuar është edhe një karakteristike veçantë që e karakterizon këtë muaj, edhe që është edhe qëllimi jonë me na bashku Zoti aty, është edhe sofra e iftarit. Iftari është një sofër e begat, e bereqetshme, dhe vjen si rezultat I punës që kemi bë gjatë gjithë ditës, pastaj vjen koha e iftarit. Nuk e kam qëllimin më ju thon hani iftar se ju thash si thash keni me hamur pasha Zoti krejt. Po e kam qëllimin më ju thon shtroni iftare për nevojtarët. Largoni prej iftareve që po I thojnë këta VIP iftar, aty hoxhallar, aty biznesmena, aty ftyra publike. Çka publike që po dilshin në televizor? Po të njoh kanë pak mahalla që aty e katuni. Pse e ki pasunin, një shkollë të mesme nëzje ka kry, ka po milionat, nuk është rezultati punës tina, po Zoti ja ka dhonë 5 provon me ta. Sikur I varfni, sprovohet me varfni, I pasuri, çka sprovohet me pasuri. Sikur I shëndoshi, sprovohet me shëndet, I smuri, sprovohet me smundje. Ligji I Zotit është ky. Largoni prej këtyre iftarëve, veç ftyrat publike aty. Pse s'po I thirrni fukarat, pse s'po I thirrni jetimat, pse s'po I thirrni talebet, studentat, kategori që kanë met, çka të mbyllar, të getoizuara në qoshe atje, si bjen me në kërkujna. Për ata që disa vite e kom bani marveshje, elhamdulillah, me qita që po në thirën e për iftare, e po në hupin gati edhe akshamin, para me ndar. A gjerat të nditen, shkën në iftar, s'ki ven për më falë. Ose ki që aty para më falë një shpreje toaletit, ose ven një papastër. Edhe s'falet synetin, na po thojmë në Ramazan, falë synet se gati arrin shkallën e farzeve, edhe pastaj mas iftarit, hamore, dikush me cigare, dikush me habet, dikush me muzik, dikush me përgojim, e taravit, hajte bë kur të mrina, shkojmë që atje në altë e moti, nisa ta I fali ka dale, edhe na ka fundi që atër kur I kem një 8 reqate, vinë disa, ku ketë, vëlla I niftar, po ti në luft që ka në vëlla, ku pe gjenë arsetimin mu vanue. Kështu që këshëni, mas miri me familjet tuaja, me të afërmit tuaj, me rrethin tuaj, po duhet me dalë prej shtëpis, atër ku, në xhami nëse organizohet, ose me fukara, me jetima, me studenta, me pleq, që s'po I thirr pleq kërkosh, çka kanë faj këta që si janë motëri, edhe këta dikush janë konë që ky safi I parë, edhe këta para 3-4 vjetë kanë pas një farë autoriteti, një farë pozite. Pse janë të vjetë nuk do të me janë ashkalu, me I thirr edhe këta në për iftare. E pse me shtru iftar, sepse është traditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe është çka? Është tregti me Zotin. Se ti I thirr 50 në iftar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, kush e ushqen një agjërues me iftar, e ka shpërblimin e vet. Ky personi edhe shpërblimin e atyne që ja u ka dhënë iftarin, duke mos ju mungu atyne agjëruesve asgjë nga shpërblimet e tyre. Para mendo ti sot, ki shpërblimet e tua, dhe të vet ju ushqen me iftar, edhe shpërblimin e atyne, sikur me agjëruar 11 herë po I bjen. Një herë për vete, edhe 10 për atyne po bëhen 11 herë.
Edhe nuk është patjetër vëllazër me çdo çmimet astronomike se kur po i shoh aty kanë një herë reklamat, po kënaqna, po më duket vetja sikur me jetue në Zyri apo në Bern apo dikun tjetër atje. Çashtu parafërsisht I kemi standardet e Evropës, bile, nëse s'kemi mujt me hy me zhvillim ekonomik, e me shkollim, e me korrektësi në Evropë, me çmime që to ja kemi arrit jemi bë barabar, bile ka mundësi kalojmë shtetet e rajonit, edhe disa shtete të Bashkimit Evropian. S'ka nevoja zi iftare shollani, ka iftare më të lehta, ka iftare më të lira. Me rëndësi është çka me kalue ato urinë dhe etjen. Elhamdulillah këtu nuk kemi ndaj far aparati që ja këshyr secilit barkun çka ka hangër, çka ka pi, edhe gjithë njëjtë dalën për Allahu te bareke ve taala, ata që kanë ngarkuar shumë normal kanë përgjegjësi më të madhe. Elos Allahun Teala të na mundson edhe të na lehtëson agjërimin e këtij muaji, edhe adhurimeve të lloj-llojshme që janë gjatë këtij muaji. Elos Allahun që të na fal neve, të fal prindrit ton, ata që kanë vdekur Allahu I mëshiroft, ata që janë të smur Allahu I shëroft, ata që janë të paudhëzuar Allahu I udhëzoft, ata që janë të përçam e që nuk flasin emrin e vetit, Allahu I pajtoft edhe I bashkoft. Edhe të gjithëve që na ka bashkuar Allahu Teala në këtë shtëpi të Tij të bekuar, Allahu në xhenetet e Tij na bashkoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.